Në një dhomë pritjeje të një klinike onkologjike, një grua në të 50-tat rrëfen historinë e saj. E di saktësisht kur filloi gjithçka, thot ajo me zë të ulët. Ishte viti kur humba punën, kur u divorcova, kur nëna ime u sëmur, stresi më hëngri nga brenda. Dhe pastaj erdhi diagnoza, kancer i gjirit. E dija që stresi do të më sëmurte, e ndjesha. Kjo histori nuk është e pazakontë. Në të vërtetë, mijëra pacientë me kancer në mbar botën raportojnë të njëjtën mendim, se stresi emocional ka luajtur një rol kyç në sëmundjen e tyre. Por çfarë thot shkenca për këtë? A ekziston vërtet një lidhje shkakësore midis stresit dhe kancerit, apo është kjo thjesht një përpjekje e natyrshme e njerëzit për të gjetur kuptim në vuajtje? Për dekada, shkencëtarët kanë kërkuar të kuptojnë nëse stresi emocional mund të shkaktojë kancer. Rezultatet janë komplekse dhe shpesh të paqarta. Shumica e studimeve të mëdha epidemiologjike nuk kanë gjetur një lidhje të drejtpërdrejtë shkakësore midis stresit kronik dhe zhvillimit të kancerit. Kjo do të thotë se stresi vetëm për vete nuk duket se inicion procesin e formimit të qelizave kancerogjene. Megjithatë, historia nuk mbaron këtu. Stresi ka efekte të shumta në trupin e njeriut. Kur personi është nën stres të vazhdueshëm, organizmi i tij lëshon hormone të tilla si kortizoli dhe adrenalina. Këto hormone, nëse janë të pranishme për periudha të gjata kohore, mund të ndikojnë në sistemin imunitar, duke e bërë atë më pak efektiv në luftimin e qelizave anormale. Ky është një detaj i rëndësishëm, sepse sistemi imunitar luan një rol vendimtar në identifikimin dhe shkatrimin e qelizave që mund të bëhen kancerogjene. Studimet në kafshë laboratorike kanë treguar që stresi kronik mund të përshpejtojë rritjen e tumoreve ekzistues dhe të ndikojë në përhapjen e tyre. Në eksperimente me minj, ata që janë ekspozuar ndaj stresit kronik kanë zhvilluar tumore më të mëdha dhe më agresive se sa ata që nuk kanë qenë nën stres. Por përsëri, kjo nuk është e njëjtë me të thënë se stresi i ka shkaktuar tumorimet në radhë të parë. Një aspekt tjetër që shkencëtarët po studiojnë është se si stresi ndikon në sjelljet tona. Njerëzit që janë nën stres të madh shpesh zhvillojnë zakone jo të shëndetshme. Ata pinë më shumë alkool, pinë duhan, han ushqime të pasura me djam dhe sheqer, flen më pak dhe ushtrojnë më rrallë. Të gjitha këto sjellje janë faktor të njohur rreziku për disa lloje të kancerit. Pra, edhe nëse stresi në vetvete nuk shkakton kancer, ai mund të kontribuojë në mënyra indirekte duke na bërë të miratojmë stile jetese që rrisin rrezikun ton. Disa kërkime të fundit po eksplorojnë një dimension tjetër, si stresi ndikon në inflamacionin kronik. Inflamacioni afatgjat në trup është i lidhur me disa lloje të kancerit. Stresi kronik mund të prodhojë një gjendje të vazhdueshme inflamacioni të ulët në trup, i cili me kalimin e kohës mund të dëmtojë indet dhe të krijojë një mjedis të përshtatshëm për zhvillimin e kancerit. Shkencëtarët janë të kujdesshëm të theksojnë se kanceri është një sëmundje shumë komplekse që shkaktohet nga një ndërveprim i faktorëve gjenetik, mjedisor dhe të stilit të jetesës. Nuk ka asnjë shkak të vetëm. Mutacionet e ADN-s, ekspozimi ndaj substancave kancerogjene, duhani, alkooli, dieta, inaktiviteti fizik, infeksionet, të gjitha këto kontribojnë në mënyra të ndryshme. Stresi mund të jetë një copëz e këtij puzzli, por jo tërësia e tij. Ndërsa shkenca kërkon prova konkrete dhe të matshme, eksperienca e pacientëve është thelbësisht subjektive dhe emocionale. Një studim i kryer në disa qendra kanceri në Evropë zbuloi se afërsisht 70% e pacientëve me kancer besonin se stresi kishte kontribuar në sëmundjen e tyre. Shumë prej tyre mund të pikasën momente specifike në jetën e tyre, vdekjen e një të afërmi, humbjen e punës, një divorc, probleme financiare që ata mendonin se kishin qenë pika e fillimit. Ky besim nuk është çudi. Njerëzit kanë një nevojë të natyrshme për të gjetur kuptim dhe shpjegim, veçanërisht kur përballen me diçka kaq të frikshme si kanceri. Pyetja pse unë është një nga pyetjet më të dhimbshme që dikush mund të bëjë. Dhe kur ne mjekësi përgjigjja është nuk e dim me siguri, njerëzit shpesh kërkojnë shpjegime të tjera. Për shumë pacient, lidhja e kancerit me stres i jep atyre një lloj kontrolli mbi situatën. Nëse stresi e shkaktoi sëmundjen, atëherë menaxhimi i stresit mund ta parandalojë përsëritjen e tij. Kjo mund të jetë ngushëlluese në një situatë ku shumë gjëra ndihen jashtë kontrollit. Por kjo besim mund të ketë edhe anën negative. Disa pacientë ndihen fajsi ose turp, duke menduar se nëse vetëm do të kishin menaxhuar stresit e tyre më mirë, nuk do të ishin sëmurur. Ata e fajsojnë veten për faktin që nuk ishin mjaft të fortë ose të qetë. Kjo mund të shtojë barrën emocionale që ata tashmë po mbajnë. Familjarët dhe miqt, megjithse me qëllime të mira, shpesh përforcojnë këtë besim.
Duhet të qetësohesh më shumë, thon ata, stresi do të bëjë më keq. Këshilla të tilla, edhe pse dalin nga dashuria, mund ta bëjnë pacientin të ndihen edhe më izoluar dhe i fajshëm. Ka një hendek midis asaj që thot shkenca dhe asaj që ndjejnë pacientët. Shkenca kërkon prova të ngurta, të përsëritshme dhe statistikisht të rëndësishme. Eksperienca e pacientit është e vlefshme dhe e vërtet për atë person, edhe nëse nuk mund të provohet në një laborator. Mjekët dhe psikologut që punojnë me pacient me kancer duhet të lundrojnë këto ujëra me kujdes. Është e rëndësishme të dëgjohen shqetësimet e pacientëve pa u vërtetuar besime të gabuara. Është e rëndësishme të ofrohen mbështetje emocionale pa i bërë njerëzit të ndihen fajtor për sëmundjen e tyre. Një gjë është e qartë, stresi ka pasoja reale për shëndetin. Edhe nëse nuk shkakton drejt për drejt kancer, ai mund të përkeqësojë cilësinë e jetës, të ndikojë në shërimin dhe të rrisë rrezikun e problemeve të tjera shëndetësore. Prandaj, menaxhimi i stresit duhet të jetë një pjesë e rëndësishme e kujdesit shëndetësor, jo sepse do të parandalojë apo do të kurojë kancerin, por sepse ndihmon njerëzit të jetojnë më mirë. Teknikat e redukimit të stresit, të tilla si meditimi, yoga, terapia, ushtrimet fizike dhe mbështetja sociale, kanë treguar përfitime të qarta për pacientët me kancer. Ato mund të përmirësojnë gjendjen psikologjike, të reduktojnë ankth dhe depresion, të përmirësojnë gjumin dhe të rrisin cilësinë e përgjithshme të jetës. Këto janë arsye të mjaftueshme për të inkurajuar këto praktika, pavarësisht se nëse ato ndikojnë apo jo në rrjedhën e vetë sëmundjes. Kështu që, a e shkakton stresi kancerin? Përgjigja shkurtër dhe shkencore është, jo, nuk ka prova që stresi emocional vetëm për vete të shkaktoj kancer. Por përgjigja e plot është më e ndërlikuar. Stresi ndikon në trupin ton në shumë mënyra, disa prej të cilave mund të kenë lidhje indirekte me kancerin. Ai ndikon në sistemin ton imunitar, në sjelljet tona dhe në inflamacionin në trupin ton. Por ndoshta pyetja e duhur nuk është nëse stresi shkakton kancer, por si mund të mbështesim më mirë njerëzit që përballen si me stres, ashtu edhe me kancer. Si mund t'i ndihmojmë ata të gjejnë paqe pa ndjenjë faji? Si mund të krijojmë një shoqëri ku njerëzit kanë burimet për të menaxhuar stresin përpara se ai të bëhet i padurueshëm? Gruaja në dhomën e pritjes e përfundon historinë e saj. Nuk e di nëse stresi shkaktoi kancerin tim, thot ajo, por e di që tani jam më e mirë në dëgjimin e trupit tim, në kërkimin e ndihmës dhe në dhënien e prioritetit vetësime. Ndoshta kjo është mësimi që duhet të mësoja, dhe ndoshta pikërisht kjo është ajo që të gjithë ne mund të mësojmë. Jo të friksohemi nga stresi si një armik i padukshëm që na përndjek, por ta njohim atë, ta menaxhojmë atë dhe të kujdesemi për veten tonë me dëmshuri dhe kujdes. Sepse pavarësisht se çfarë thot shkenca, kujdesi për shëndetin ton mendor dhe emocional është gjithmonë një investim që ja vlen.